Pastaj të nderuar vëllezër besimtar, shpallja e fundit e Allahut te baraka ve teala, që është zbrit pejgamberit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është shpallje e begat. Është shpallje e cila vlen deri në ditën e gjykimit. Është një libër, një Kur'an, një ligj me cilin duhet punuar. Aja që ka kërkohet prej neve, fillimisht, në lidhje me Kur'anin, është meditimi i tij. Thot Allahu Jalla wa Ala në surën Sad, kur e cilëson librin e tij, Kitabun anzalnahu ilayka mubarak, o Muhammed, ty ta kemi zbrit një libër i cili është mubarak, i bereqetshëm, ka shumë hajër në të. Po për çfarë arsye? Thot liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab, që njerëzit të meditojnë ajetet e Kur'anit dhe të marrin mësim prej tyre. Pra, Kur'anin Allah te baraka ve teala ka zbrit që ne ta meditojmë, përfitojmë prej tij dhe pastaj ta fusim në praktik. Sot me lejen e Allahut te baraka ve teala në këtë hutbë do të flasim shkurtimisht për 6 nga ajetet e surës Al-Hadid, cilat janë ajete madhështore, në cilat Allahu Jalla wa Ala flet për besimtarët dhe besimtarët, se si do të jetë gjendja e tyre në ditën e gjykimit, si do të jetë pamja e tyre, cilat do të jenë cilësitë e tyre, e po ashtu cili do të jetë edhe përgëzimi i tyre nga ana e Allahut te baraka wa Taala. Pastaj në ajetin vim Allahu flet për një grup tjetër të njerëzve, e që janë hipokritët, munafikët. Çka do t'ju thojnë ata besimtarëve në ditën e gjykimit? Çka do të kërkojnë ata prej besimtarëve në ditën e gjykimit? Cili do të jetë apo cila do të jetë përgjigjja e besimtarëve ndaj këtyre hipokritëve, të cilët në këtë dynja e shprehnin Islamin hapurazi, ndërsa në zemrat e tyre e kishin kufrin dhe mosbesimin. Po ashtu pastaj flet Allahu Jalla wa Ala edhe për dënimin e tyre dhe flet për Kur'anin, se sa madhështor është, edhe i thret krejt njerëz që me u kthyn Kur'an, ju thotë nuk ka ardhur koha që ju me u kthy te libri i Allahut, edhe pastaj bën një shembull shumë të bukur, një shembull të hatashëm, i cili në pamje të parë nuk duket se lidhet me ajetet që janë paraprake, por se lidhet shumë me to. Thot Allahu te baraka ve teala në ajetin e parë prej këtyre ajeteve, yawma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim. Ditën e gjykimit ti do të shohësh njerëzit, besimtarët dhe besimtarët, se si nuri i tyre dhe drita e tyre vjen nga ana e tyre përparme dhe nga ana e tyre e djathtë. Këtu duhet të ndalemi dhe të mendojmë, të meditojmë. Pse besimtarët bojnë dritë nga ana e tyre përparme dhe nga ana e tyre e djathtë? Nga se thot Allahu Jalla wa Ala, në më shumë se sa një ajet, për shembull në surën Al-Haqqa, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Sa i përket atyre të cilët e marrin librin e veprave të tyre me dorën e tyre të djathtë. Ata të cilët e marrin librin e veprave që kanë bën këtë dynja me dorën e tyre të djathtë, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya. Gëzohet shumë edhe flet para besimtarëve, para njerëzve të tjerë në ditën e gjykimit. Thot, ja ku është libri im. Merreni dhe lexojeni atë. Inni dhanantu anni mulaqin hisabi. Un kam qenë i bindur, e kam ditë që veprat që i kam bë, kam me gjetë shpërblimin kur të më llogarit Allah ditën e gjykimit. Ja ku është, pra lexojeni. Pra, besimtarët bojnë dritë për shkak se libri i veprave të tyre të mira ju vjen nga ana e përparme edhe marrin ata me dorën e tyre të djathtë. Po ashtu edhe në sura tjera, sikur në surën Al-Inshiqaq, thot Allahu Jalla wa Ala, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Sa i përket atyre të cilët e marrin librin e veprave të tyre ditën e gjykimit me dorën e tyre të djathtë, ata do të kenë hisab, llogari shumë të lehtë. Nuk ka munal Allah Azza wa Jalla dhe me u marr me ta pse ke bu këto, pse ke bu këto në detaje, jo. Kanë pas një llogari shumë të lehtë. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, edhe do të kthehen në xhenet të familjarët e tyre me gëzim tepër të madh. Elusim Allahun Jalla wa Ala që ne të jemi prej këtyre njerëzve në ditën e gjykimit. Yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim. Pastaj kanë një përgëzim tepër të madh, një fjali e cila ju thuhet atyre bushrakumul yawma jannat. Përgëzimi juaj sot janë xhenetet e Allahut te baraka wa taala. Tajri min tahtiha al-anhar, poshtë të cilave rrjedhin lumenjt. Këto xheneta apo këto kopshte, të nderuar vëllezër, Allah i përshkruan që rrjedhin lumenjt poshtë këtyre xheneteve. Është për qëllim që
Secili besimtari ka kështjellat e veta, i ka shtëpiat e veta të mëdha. Dhe kur rën nalt, i sheh lumeng poshtë duke rrjedhur në pallatin e tij apo në pemët të cilat i ka të mbjellura në oborrin e tij. Bushrakum al-yawma jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha. E kjo është një prej mirësive më të mëdha. Khalidin fiha, këta besimtarë do të qëndrojnë këto xhenete, këto pallate, këta lumeng, në këto pemë bukura përgjithmonë. Nuk ka më fund ajo jetë e vërtet, sikurse që ka pas fund jeta e kësaj dynjaje. Khalidin fiha, përgjithmonë do të jenë në begati, përgjithmonë do të jenë në mirësi. Asnjëherë nuk do të kenë fatkeqësi, asnjëherë nuk do të kenë sprova, nuk do të përballen me varfëri, nuk do të përballen me gjërat e papëlqyera me të cilat janë përballën këtë dynjë. Dhalika huwa al-fawzu al-azim. Me të vërtet, kjo fitore është një fitore madhështore. Thot Allahu Jalla wa Ala në surën Az-Zukhruf: "Wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun wa antum fiha khalidun." Me të vërtet në ato xhenete ka gjithçka që i don nefsi i njeriu. Dhe ka gjithçka që e tërhek ata, e don syni i tij, don me pata. Dhe mirësia më e mirë, wa antum fiha khalidun, dhe ju do të jeni përgjithmonë në ato xhenete. E pastaj këtë mirësi, pa dyshim që besimtarët kur hyjnë xhenet e falenderojnë shumë. E tregon Allahu te bareke ve teala gjendjen e tyre në shumë ajete kuranore. Ndërton surën Al-A'raf: "Wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha." Do thonë besimtarët kur të hyjnë xhenet dhe i shohin mirësitë e xhenetit, falënderimi i takon Allahut, një dhe vetëm, i cili na udhëzoi deri këtu, i cili na udhëzoi në dynjë ta pasojmë rrugën e tij drejt, i cili na udhëzoi që të hyjmë dhe të arrijmë deri tek xheneti i tij. "Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah." Dhe asesi nuk do të kishim pas mundësi që të udhëzohemi dhe të arrijmë deri këtu nëse Allahu Jalla wa Ala nuk na kish udhëzuar. Po ashtu në surën Fatir thot Allahu Jalla wa Ala duke treguar se çka thonë këta besimtar kur të hyjnë xhenet: "Wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna al-hazan." Falënderimi i takon Allahut, i cili e largoi nga ne mërzinë, i largoi nga ne brengat. "Inna rabbana laghafurun shakur." Me të vërtetë Zoti ynë është falës tepër i madh i gjunaheve. Gjunat që i bojnë robët e Allahut te bareke ve teala, ai edhe i largon nga sytë e njerëzve, po edhe i fal. I mbulon edhe i fal. Edhe është shekur. Zoti ynë, thot Allah, është shekur. Mirënjohës edhe i falenderon mirësitë që njerëzit i bojnë. Po ashtu në surën e Zumar thot Allah te bareke ve teala: "Wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu." Falënderimi takon Allah Jalla wa Ala, i cili e realizoi premtimin e tij. Dhe kjo është tepër me rëndësi. Allah Jalla wa Ala na ka premtuar mirësi, begati, gjithçka. Tash po vjen dita e realizimit këtyre mirësive, po vjen dita e hyrjes në xhenet. Për atë arsye thonë falënderimi takon Allah që na i realizoi ato mirësi. Wa awrathana al-ard, dhe na kalon trashëgimi tokën. Natabawwa min al-jannati haythu nasha. Sillemi, shkojmë në për xhenet ku dojmë. I shfrytëzojmë këtë mirësi të Allahut Jalla Jalaluhu. Pastaj në vazhdim në ajetin tjetër flet Allahu për gjendjen e hipokritëve. Yawma yaqulu al-munafiquna wal-munafiqat. Atë ditë do të thonë hipokritët, ata të cilët e kanë fshehur kufrin në zemrat e tyre dhe para besimtarëve në paraqit sikur se besimtar, unzuruna naqtabis min nurikum. I thonë besimtarëve, na pritni neve, mos ecni pa neve në rrugën për xhenet ditën e gjykimit. Nga se ju po bëni dritë, ne kemi nevojë me marr dritën tuaj. Këta hipokrit, që realisht janë jo besimtar, në këtë dynja kur rrinë me besimtarët, paraqiten sikur se besimtar edhe i mashtrojnë njerëz, i mashtrojnë besimtarët. Po Allahu te bareke ve teala i mashtron ata në ditën e gjykimit. I ringjall së bashku me besimtarët. E pastaj besimtarët bojnë dritë dhe nur, ndërsa ata nuk bojnë dritë dhe nuk bojnë nur. Për këtë arsye kërkojnë prej tyre, prej besimtarëve, thonë pritna ne veç pak. Naqtabis min nurikum, që të marrim prej dritës suaj. Ju thuhet atyre: "Qila irji'u wara'akum faltamisu nura." Kthehuni mbrapa dhe kërkojeni nurin tuaj. Kjo ka më shumë se sa një kuptim. Po në të dy kuptimet ky është një lloj mashtrimi që tash besimtarët ja kthejnë hipokritëve. I thonë kthehuni mbrapa në dynjë, nëse keni mundësi mu kthye edhe një herë me punu vepra të mira. Me ndreq njëtin për Allah, mu bo besimtar që çdo, tani Allahu ju shpërblen edhe juve me nur. Pastaj kërkojeni nurin. Kjo s'ka mundësi, se Allah nuk i kthen njerëz tani. Po edhe kuptimi tjetër është që kthehuni përmas, i mashtrojnë, thonë kthehuni nga ana tjetër dhe kërkojeni nurin, aty do të gjeni nur.
Në këto momente, thot Allahu xhalla wa ala, faduriba bainahum bisurin lahu bab. Në mesin e tyre do të vendoset një muri shumë i madh, një muri shumë i gjatë dhe i trash, i cili ka një derë. Faduriba bainahum bisurin lahu bab, batinuhu fihi ar-rahma. Pjesa e brendshme e këtij murit është rahmeti, është xheneti, është rruga ku vazhdojnë besimtarët dhe arrin deri tek hyrja në xhenet. Batinuhu fihi ar-rahma wa zahiruhu min qibalihi al-adhab. Ndërsa dënimi është nga pjesa tjetër, pjesa e jashtme, aty ku kanë mbetur munafikat edhe hipokritët. Yunadunhum. Në këto momente, këta hipokrita i thrasin besimtarët. Edhe i thonë, alam nakun ma'akum. A nuk kemi qenë me juve në ditën në dynja, para se marrë ditën e gjykimit. Alam nakun ma'akum, as kemi qenë së bashku me juve. Ju keni thonë la ilaha illallah dhe ne kemi thonë la ilaha illallah. Ju jeni falë në xhami dhe na jena falë në xhami. Ju keni agjeru dhe na kena agjeru. Ju keni shku në luftë dhe na kena shku në luftë me juve. A nuk kemi qenë së bashku, i thonë. Qalu bala. Besimtarët thonë po. Kemi qenë së bashku. Por i tregojnë shkaqet pse këta tash kanë humbë. Walakinnakum fatantum anfusakum. Por se jo e keni shkatruar veten tuaj duke rënë në hipokrizi. Duke e dashur kufrin më shumë se sa imanin. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum. Edhe keni prit me shumë mall që më ndodh diçka e keqe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ju pastaj me sulmu ata dhe me dal hapur azi kundër tij. Wartabtum, edhe keni pas dyshime të shumta në zemrën tuaj. Shkak pas shkaku, sebeb mas sebepi. Do të thonë keni dyshuar se është dita e gjykimit e vërtetë apo s'është. Tash po e shihni ç'është. Keni dyshuar se pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam a është i dërguari i Allahut apo nuk është. Tash po e dini ç'është. Wartabtum, keni pas dyshime të shumta. Wa gharratkumul amani, edhe shpresat e kota ju kanë mashtruar juve. Hatta jaa amrullah, derisa ka ardhur caktimi i Allah te bareke ve teala. E që është vdekja, do të thonë vdekja ju ka zënë juve në këtë gjendje. Duke mohuar, duke përgënjeshtruar, duke pritur të bëni keq pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa gharrakum billahi al-gharur, këto është edhe një shkak tjetër i jashtëm, e që është mashtruesi më i madh. Ju thonë besimtarët ju ka mashtruar juve shumë, mashtruesi i madh që është shejtani, Allahu na ruaj prej cytjeve të tij. Falyawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru. Kjo ajet është i frekshëm dhe kjo ditë do të ndodhë. Ju thuhet atyre hipokritëve, sot nuk ka asnjë lloj kompenzimi. Nuk ka mundësi të ktheheni në dynjë të veprani mirë, jo. Nuk ka mundësi të japni diçka prej dynjas që e keni pas në kompenzim që me fitu xhenetin. Falyawma la yu'khadhu minkum fidyatun. Nuk mirret për juve o ju hipokrit asnjë kompenzim. Wala min alladhina kafaru. E ky kompenzim nuk mirret as për njerëzve të cilët kanë mohuar. I kanë da Allahu hipokrit me jo besimtarët. Edhe pse ata janë të njëjtë, po para besimtarëve nuk janë të njëjtë. Ju e keni mshif kufrin zemër, keni net me besimtar. S'ka për juve kompenzim. Po as për ata që kanë dalë kundër besimtarëve, hapur azi s'ka kompenzim as për ata. Ma'wakumun nar. Vendi juaj është zjarri. Hiya maulakum. Ky vend tashëtuti do të mirret me juve. Ka punë tash zjarri i xhenemit me juve shumë. Wa bi'sa al-masir. Asa vend i keq dhe sa përfundim i keq që është zjarri. Lutim Allahun te bareke ve teala na jap cilësitë besimtarëve dhe të mos na jap cilësitë munafikave. Lutim Allahun te bareke ve teala që na bëjë prej fitimtarëve, prej atyre të cilët bëjnë nur në ditën e gjykimit dhe të cilët nuk mashtrohen, por vetëm nderohen nga ana e Allahut te bareke ve teala. Të nderuar vëllezër besimtar, në vazhdim Allahu te bareke ve teala i bën edhe dy ajete shumë rëndësi. Për ajetin e parë, thot Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, shoku i vjetër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në fjalën e tij që transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij, "Ma kana bayna islamina wa bayna an 'atabana Allahu bi hadhihi al-aya illa 4 sinin." Prej se ne kemi pranuar Islamin. Një shok i vjetër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam po flet. Po thot prej ditës së parë që kena pranuar Islamin, derisa na ka qortuar Allahu te bareke ve teala edhe na ka tërheq vërejtin me këtë ajet, kanë kaluar vetëm 4 vite. Cili është ky ajet dhe cila është ajo tërheqja e vërejtjes? Thot Allahu te bareke ve teala: "Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wama nazala min al-haq." Thot, a nuk ka ardhur koha pas 4 vite, vetëm pas 4 vite,
që zemrat tuaja të përulen dhe të friksohen dhe të tregojnë respekt maksimal kur përmendet emri Allah te bareke ve teala dhe kur lexohen ajetet e tij, kur lexohet Kur'ani. Qërtim për kë? Qërtim për gjeneratën më të mirë, për shokët e pejgamberit ton sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Andaj secili prej neve duhet ta pyes veten e tij, a nuk ka ardhur koha që zemrat tona të friksohen kur i lexojmë argumentet e qarta të Allahut te bareke ve teala? Kur përmendet Allahu te bareke ve teala, alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikri Allahi wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kal ladhina utul kitab, dhe të mos jenë sikur se ata të cilët e kanë marrur librin, udhëzimin, shpallin e Allahut min qabl, përpara. Mos bëhen sikur se grupacionet e ndryshme, fetë e tjera, të cilëve ju kanë ardhur librat e Allahut te bareke ve teala, ndërsa gjendja e tyre ka qenë faqasat qulubuhum, zemrat e tyre vetëm kanë shkuar duke u ngursuar. Fatala alehimul amad faqasat qulubuhum. Koha në cilën kanë qëndruar pa pejgamber ju ka zgjat pak, edhe më njëherë ju kanë ngursu zemrat e tyre, edhe kanë dalë në fisk, edhe në kufër, edhe në gjunahe, edhe në mohime të ndryshme. Pra Allah na thret që mos të bëhemi sikurse këta njerëz. Wa kathirun minhum fasiqun. A shumë prej këtyre njerëzve, thot Allahu xhallahu ala, janë njerëz dalën prej rrugës së Allahut te bareke ve teala. Janë gjunaqtar tepër të mëdhenj, njerëz që pastaj kur zemra ngurcohet shumë, edhe nuk i bën dobi, nuk i lën shej fjalë Allahut azza xhala, njëri nuk pritet prej tij diçka hajër. E pastaj këto ajete Allahu xhallahu ala i përmbyll me një ajet madhështor dhe thot i'lamu anna Allaha yuhyi al-ardha ba'da mawtiha. Dijeni që me të vërtetë Allahu te bareke ve teala e ngjall tokën pas vdekjes së saj. Këtë do të mundale dhe me meditu. Si Allahu te bareke ve teala tokën e cila vdek e ringjall përmes ujit, edhe pse se ka përmend ujin këto, por përmes shiut. Allah thot qad bayyana lakum al-ayati la'allakum ta'qilun. Ne ju kemi qartësuar juve të gjitha argumentet në mënyrë që ju të mendoni, të merrni mësim. Çka ka lidhje ky ajet me ajetin paraprak? Ka lidhje tepër të madhe. Sikurse toka e cila është e vdekur ka nevojë për ringjallje përmes shiut, ashtu edhe zemra jonë e cila është e ngurt edhe e vdekur ka nevojë për ringjallje përmes fjalës Allahu te bareke ve teala. Zemra ka nevojë të jetë gjallë. Ka nevojë që me taku Allahun te bareke ve teala duke qenë ai i kënaqur me këtë zemër. E kjo zemër nuk përmirësohet ndryshe, vetëm se duke ju friksuar Allahu te bareke ve teala dhe vetëm se duke i përcjell mësimet e Kur'anit famlart. Thot Allahu xhalla wa ala në surën Al-Anfal, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Besimtarët vërtet janë ata të cilët kur përmendet Allahu te bareke ve teala, zemrat e tyre friksohen. Cila zemër prej zemrave tona friksohet kur përmendet emri Allahut azza wa jall? Kush nalet edhe me mendu për kënin ato fol? Kush është ky Allah i cili ka zbrit këtë Kur'an ose këtë ajet ose këtë dispozit? Wajilat qulubuhum, i friksohen zemrat shumë. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Dhe sa herë që i lexon atyre argumentet fjala e Allahut azza wa jall, atyre gjithmonë imani shkon duke u rrit, besimi shkon duke u rrit. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dha ta prej cilësive që i kanë gjithmonë është mbështetja e tyre në Allahun te bareke ve teala. Elusim Allahun xhalla wa ala që të na prej mirësive dunjas dhe ahiretit. Elusim Allahun azza wa jall që të na begaton të kem zemrat ashtu siç ai i don edhe ai kërkon. Elusim Allahun xhalla wa ala të na bëj pasus denjë të Kur'anit dhe Sunetit dhe të na mundsoj të takojmë Allahun azza wa jall duke qenë i kënaqur me neve.